Dhemi që të dashur pak vim këtu sërish në studio për të kaluar tek tema e emisionit, ku tema e sotshme do të jetë pra hijreti, hapi që filloi fillimin e epokës islame. Me këtë temë do të bisedojmë me teologun e ftuar në studio, si dhe njëkohësisht edhe nënkryetarin e Forumit Rinor Islam, zoti Hasan Bafjare. Përshëndetje dhe mirëservet. Ju përshëndet, ju falenderoj për ftesën. Besoj që do të kalojmë çastin e bukura, sikur edhe sa herë do të flasim për një temë shumë të rëndësishme. Po, besoj që do të ketë edhe pse për çfarë do të flitet. Pra siç paralajmërova, hijreti, hapi që shënoi fillimin e epokës islame. Historia botërore është e mbushur përplot me ngjarje historike dhe ndodhi të rëndësishme, të cilat flasin për të kaluarën e lavdishme të popujve. Popujt e mëdhej kanë data të lavdishme dhe ndodhi grandioze, atëherë me të cilat kanë mbetur të pashlyer në histori. A mund të themi se edhe hijreti si ndodhi bën pjesë në mesin e këtyre ngjarjeve? Pikë parë ju falenderoj si redaksion që na keni ftuar dhe më keni parë mua të arsyeshëm që të jem pjesë e këtij emisioni. Të jem ai i cili do të mundohem që të jap diçka për këtë ndodhi shumë të madhe, shumë të rëndësishme të historisë islame. Është e vërtetë se çdo një popull, çdo një shoqëri në botë ka ndodhit e veta të cilat e përcaktojnë dhe të cilat i japin një farë vlere, qofshin ata ndodhi të vogla, qofshin ata ndodhi grandioze. Në qoftë se ndalet njeriu dhe mendon pak, do të shohësh se çdo një ndodhi, qoftë ajo shumë e madhe, qoftë ajo shumë e vogël, i takon një popullit, i takon një shoqërie, është për një periudhë kohore, është për një vend. Kurse në qoftë se njeriu ndalet, mendon objektivisht, mendon pozitivisht, do të sheh se ndodhia e madhe e hijretit, një nga ndodhit më të mëdha në historinë islame, ajo e cila në fakt shënoi dy periudha. Periudhën e parë teorike, e cila ishte pjesa e Mekës për përgatitjen e individit, dhe periudha tjetër e cila vinte periudha e Medinës, ku ishte pjesa praktike apo vënia në praktike tër atyre të cilat ishin përgatitur, ishin mësuar, ishin sistemuar dikur më herët. Dhe do të shohësh se hijreti është një ndodhi e cila bën pjesë tek të gjithë popujt, në të gjitha periudhat kohore, në të gjitha historitë. Çdo një popull do të dëshironte ta ketë një histori e cila me një lëvizje të vogël shënon një ndryshim kaq të madh, kaq grandioz, që fillon një jetë krejt e re. Hijreti është një frymë e re e cila pikë së pari lëviz të rit, që të ndalen dhe të mendojnë, të shohin se çfarë sakrificë u bë aty në qëllim që të ndërtohet një shtet, të ndërtohet një shoqëri, të ndërtohet një kulturë e cila do të mbetet e pashlyeshme, ashtu siç ishte atëherë, gjerë në ditën e gjykimit, gjerë në asgjësimin apo gjerë në fund të kësaj jete, për çdo njerin. Kush e di sa të ndalen dietarët të shkruajnë, të studiojnë, të meditojnë, të paraqesin mendime dhe ide të ndryshme, duke studiuar ndodhinë e hijretit. Asnjëherë nuk do të kenë fund ata. Nga se sa herë që njeriu e lexon ndodhinë e hijretit, për me njëherë i dalin mendime të reja, ide të reja, mësime shumë të reja. Të paktën nëse njeriu ndalet dhe studion thjesht vetëm një çështje, për atë për të cilën ndoshta një periudhë të gjatë kohore është sulmuar Islami, është faktori grua. Çdo herë Islami sulmohet për femrat, nuk ka asnjë të drejtë, nuk posedon asnjë çfarë të drejtë, qoftë në arsim, qoftë në punë, qoftë në shumë sfera tjera. Dhe duke munduar Evropa që të jep edhe më tepër të drejta gruas, ajo shkatroi familjen. Kurse feja islame jo që i ka dhënë të drejtë, e ka pas faktorin kryesor për rimëkëmbjen e shtetit. Ishte Esma, vajza e Abu Bekrit, ajo e cila e mbante shpirtin e hijretit. Ishte sekreti. Ajo dinte vendin, ajo asillte lajmet, ajo përgatiste rrugën. A mund ndukush ta paramendoj se tër këtë lëvizje, tër këtë sakrificë, tër këtë mund, tër këtë projekt të madh,
dikush mund t'ja besoj një gruaj. Tjerët kishin bërë hijret. I kushte thënë shkoni në Medinë. Por ajo ishte me të vëllain e cila qëndronte edhe më në Medinë, në Mekë. Ishte edhe sekreti tjetër për shlirimin e Mekës. Një temë krejt tjetër, po thjesht sa për ilustrim. Edhe atë nuk ja tregoi as shokut të vet, Ebu Bekrit, por si sekreti ala Aishës, vajzës së Ebu Bekrit, që po nismi për në Mekë që ta çlirojmë Mekën. Dy lëvizje kryesore, hijreti na i mëson këtë, se Allahu fuqi plot e mësoi të dërguarin e tij se si të lëvizet, si të vendon rregulla, si të bëhet strategjit, si të zgjidhet njeriu. Dhe atje ku të shkojsh, çfarë duhet të bësh? Po, edhe përmendet që hijreti bën pjesë në atë historinë botërore e cila ka ndryshuar atë historinë e popujve të mëdhenj ku ka bashkuar. Po çfarë do të thotë hijri dhe cili është vendi i tij në Islam? Nëse ndalet njeriu dhe studion të paktën hijrin, do ta shef se zanafilla e hijretit është që në kohën e Ademit alayhi salatu wassalam. Ai e bëri hijretin e parë nga xheneti në tokë. Gjithë profetët e Allahut fuqiplot, që nga Ibrahimi a.s. me radhë, Musa, Isa a.s. e kështu me radhë, të gjithë kanë bërë hijret. Të gjithë janë larguar prej një vendit për të shkuar në një vend tjetër. Shkaku i hijretit gjithmonë është nga mosdhënia hapësirës, mospasja e lirive për të vepruar dhe duke shkuar për të gjetur një hapësirë dhe liri tjetër. Ndonjë prej profetëve për një çështje tjetër, dikush për një çështje tjetër, por nëse fillojmë dhe e studiojmë çështjen e hijretit, pse u emërtua me këtë emër hijret, migrim, largim nga një vend, do të thonë gjithmonë njeriu largohet prej një vendit ku ose nuk është i kënaqur, ose nuk ka hapësirë veprimi, ose nuk ka liri të shprehjes, ose vendi sundohet nga njerëz të cilët nuk respektojnë rregullat e faktorit njeri, nuk kanë vëllezëri ndërmes vete. Kjo është ajo kryesorja. Profeti Muhammed alayhi salatu wassalam u pyet për të njëjtën pyetje. Ai dha një karakter shumë të gjerë, shumë të madh, duke thënë se hijreti është të migrosh nga çdo gjë të cilën Allahu e ka ndaluar dhe të shkojsh në çdo gjë dhe në secilën çështje të cilën Allahu e ka lejuar. Migrimi i parë është që njeriu në aspektin moral, që njeriu të migrojë nga ndaluara drejt të lejuarës, nga gjunahet, mëkatet, drejt nderit dhe veprave të lejuar. Hijreti është ajo lëvizje e cila të paktën i jep një liri njeriut, kështu kuptohet, i jep një liri njeriut që të reflektoj në vetvete se tani erdhi koha që unë atë që e dashna shumë të filloj ta adhuroj lirshëm. Jo që sahabët nuk e adhuronin Allahun xhaleshanuhu në Mekë, por ama liria e të adhuruarit nuk ishte. Kënaqësinë ata e ndinin, por ndryshe është një kënaqësi kur ti nuk ke frikë nga askush, qëndron në sejdë duke adhuruar krijuesin, por ama edhe nuk friksohesh nga askush se mund të bëjë ndonjë problem apo mund të sjellë ndonjë fatkeqësi. Nëse njeriu ndalet të paktën ta kuptoj zanafillën kryesore të hijretit, do të shoh se hijreti ishte ndërtimi dhe vendosja e themeleve të shtetit islam. Me qëllim që njerëzit të jenë të lirë, të jenë të barabartë, pa marrë parasysh të cilës shoqëri ata i takojnë, të cilës fe janë ata, të gjithë të jenë të barabartë, të gjithë të kenë lirinë e shprehjes, të gjithë të kenë lirinë e mendimit, dhe të gjithë të adhurojnë krijuesin ashtu siç mendojnë ata se duhet adhuruar dhe të kenë lirinë më të madhe dhe muslimanë. Dhe kjo ishte reflektimi i parë në gjithë gadishullin arabik, ku të gjithë e kuptuan se tani, do me thonë, hijreti ishte një lëvizje me trend botëror, por ama fillimin e kishte në gadishullin arabik. Të gjithë popujt përreth e kuptuan se muslimanët janë shpërngulur nga Mekja për të ardhur në Medinë dhe për të formuar një shoqëri. Për arsye se nëse ndalet njeriu dhe kupton pak, do të shef se hijreti nuk ka dimension monodimensional. Vetëm për çështje fetare. Është vetëm lëvizje. Hijreti është ndodhi polidimensionale, cila është
lëvizje politike, ekonomike, shoqërore, legjislative, kulturore. Të gjitha këta i përfshin hijreti dhe gjithë popujt për rreth këtë e kuptuan. Dhe pastaj i pranonin dhe letrat që u vinin nga profeti Muhammed a.s. Telegramet e ndryshme. Për arsye se tani po funksionojmë si shtet, tani po formohen shumë sende, tani u formua ekonomia, tani u bë dhe kushtetuta. Kushtetutë të cilën nuk e kishin nënshkruar vetëm profeti dhe muslimanët të cilët e kishte përreth. Kushtetutë të cilën e nënshkruan edhe krishterët edhe xifutët, të cilët qëndronin me dhe e nënshkruan me plot dëshirë. Nuk ishte askush i detyruar ta nënshkruajë atë, por ama lirit të cilat i posedonte ajo kushtetutë. Nuk i posedonin edhe vetë krishterët në kushtetutat të cilat vetë i kishin përfiluar. E ke parasysh, domethënë nëse njeriu ndalet në këtë mënyrë e kupton hijretin edhe më qartë. Kur të ndalet dhe të lexon ndodhinë e hijretit në librat e historisë ku flasin për profetin Muhammed a.s. A do ta shef një ndodhi klasike e cila është e detyrueshme ashtu të qëndroj, por ama besimtari ai i cili dëshiron që të arrijë diçka pak më tepër, duhet paktën të ndalet e të reflektoj për ata të cilat i ka lexuar, për gjërat të cilat i ka dëgjuar, dhe të shesë se asnjëherë nuk do të ndaloj duke marrë mësime, asnjëherë nuk do të ndaloj duke marrë ide edhe të reja, ide edhe më të mira për të vepruar, për të adhuruar krijuesin, ide edhe më të mira se si duhet të organizohet një shoqëri, se si vendohet një strategji, se si bashkëpunohet me të tjerët. Të ndëgjosh emisione nga më të ndryshmet, të ndëgjosh njerëz nga më të ndryshëm, nëse është ndaluar të bashkëpunohet me këtë, është ndaluar të bashkëpunohet me këtë. Profeti i Allahut njëri për konsultime gjatë rrugës, se si ku është rruga, për konsultime, për t'ia treguar rrugën, nuk e kishte marrë një musliman. E kishte marrë një mushrik. Një njeri pa besimtar. Abdullah ibn Urejkit ishte pa besimtar, ishte mushrik, po atë mori ta konsultoj. Dhe kjo na jep një mësim shumë të qartë se nuk është ndaluar të bashkëpunohet me njerëz të besimeve të tjera për qëllime të caktuara. Shoqëria. Por ajo lëvizje u desh do kush ta shoqëroj, ishte Abu Bekri, po pse Abu Bekri? Pse do kush tjetër? Sinqeriteti. Shoku i sinqert. Jo ne çdo herë themi që duhet të zgjidhet një shok i cili çdo herë do të qëndroj pas teje, do ta ruaj shpinën të paktën. Pastaj është edhe çështja ekonomike. Profeti kërkoi nga Abu Bekri që ta mbështetë hijretin, të mbështetet lëvizja. Asnjë gjë nuk bëhet pa financa. Por edhe kur arritin në Medinë nuk i la muslimanët tani keni arrit në Medinë bëni çfarë të doni se u liruam, u shpëtuam, tani kemi liri të adhurojmë krijuesin. Jo. Ai formoi sistemin ekonomik me njëherë, tregoi tregun, formoi tregun, i tregoi i u dha hapësirën se kush janë biznesmenët e sahabëve, ata të cilët do të kujdesen tani për aspektin financiar të shtetit, krahas vendosjes së ligjeve. Po, duke parë thjesht në formën e jashtme, pa mos më thelluar në esencë apo në thelbin. Ndodhja e hijretit duket si ikje apo braktisje e vendit, cila është në fakt esenca dhe qëllimi i hijretit, apo ndryshe thënë migrimi nga Mekë në Medinë. Në qoftë se lexon shumicën e mendimeve të orientalistëve botëror, do të shohësh se ata me të vërtetë paraqesin hijretin si një ikje, braktisje një vendit, mospatja guxim të ballafaqohesh me realitetin, mospatja guxim për të sakrifikuar, nga sa ata e kuptojnë sakrificën se duhet të rrihet aty. Mospatja guxim që të ndalen njerëzit nga vetë vendi, por në qoftë se ndalesh dhe shikon hijretin si në aspektin objektiv, pozitiv, jo në aspektin subjektiv, se si ti mendon, dhe studion mirë çështjen, do të shohësh se hijreti është kulminacioni i guximit të cilën e kanë bërë profeti dhe sahabët. Ati kanë treguar guximin dhe dëshirën e madhe për të sakrifikuar, për të bërë një vepër të cilën ndoshta askush nuk e kishte bërë gjë në atë kohë dhe të paktën askush nuk mund ta bëjë më. Vetëm të marrë shembullin e sahabiut të nderuar Abdurrahman ibn Auf, Allahu qoftë i kënaqur me atë, sa për të ilustruar dhe për të treguar se nuk është ikje me frikë, por është me dëshirë, për të pas një liri më të madhe, jo që neve këtu ishim keq.
Ai ishte një nga biznesmenët e mëdhenj të Mekës dhe me veti mori gjithë pasurinë e vet, e cila ishte disa deve të mbushura me ardh dhe argjend. I dulën paria e Mekës në rrugë dhe i thanë, për ku je nisur? Tha, për të profeti im, Muhamedi alayhi salam, për në Medinë. Tha, po, këto që i ke marrë me vete, ku i qanë? Janë të mijat. Tha, po i ke fituar me ne? Tha, po. Jo me tradhti, tha, kemi bërë biznes. Tha, po, ato do i lësh këtu, tha, nuk do i marrësh me vete. Tani vjen shprehje sakrifica dhe guximi. Ata të cilët besojnë në çështje materiale dhe nuk besojnë në ideologji dhe nuk sakrifikojnë për ideale. Tha, a mendoni se kjo të cilën unë e kam fituar me dëshirën e krijuesit mund të më ndaloj për të vajtur tek profeti Muhammed alayhi salam? Berni. Nuk mori edhe devën e vet për të ecë rrugës. Unë nisën kam për 450 km. Dhe kjo është një demantim të gjithë asaj të cilën e shkruajnë, e flasin, e publikojnë dhe demonstrojnë ata të cilët janë plank prishës, ata të cilët nuk ja dojnë të mirën fesë islame, ata të cilët gjithmonë thurin vetëm e vetëm që ti tregojnë muslimanët lëvizjet islame, ti tregojnë ndodhite mëdha islame, si diçka anti-islame, si diçka të padëshiruara, si diçka negative, si diçka një lëvizje për të shkatruar, jo për të ndërtuar. Dhe fundit i paraqesin si frikacak, edhe si jo të guximshëm. Por ata e thonë vetëm ata të cilët mendërisht janë shumë të ulët. Nga se nëse njeriu përsëri do të përsëritet, nëse njeriu ndalet dhe kujton, qofshin ata musliman dhe jo musliman, mediton të paktën për atë të cilën e ndëgjon, nga se faktet të cilat paraqiten nuk janë fakte historike për të cilat ndoshta nuk ka dhe dëshmi. Është fakte historike për të cilat dëshmohet çdo një hap i profetit Muhammed alayhis salam. Nuk ka histori më të vërtetë se ajo, edhe nuk mund të ketë. Nuk ka histori për të cilën çdo një hap i një njeriu dihet se ku ka qenë. Çdo një lëvizje, çdo një thënie e tij dihet se çfarë ka thënë. Çdo një vepër e tij dihet se çfarë ka bën. E tani nuk mund të akuzohet për diçka. Pastaj, nëse njeriu ndalet të paktën edhe e shiqon në një aspekt krejt tjetër, kjo është shkaku pse ata edhe shumica e njerëzve në botë mundohen ta humbin atë reflektimin e madh të cilën e jep ndodhia e hijretit. Patriotizmi. Askush ndoshta nuk ndalet dhe të studioj se Islami dhe në veçanti lëvizja e hijretit është shkaku kryesor për mbjelljen e patriotizmit në Islam. Dhe patriotizmi në Islam, atë dhe dashuria, nuk është iluzion, nuk është fantazma ajo. Ajo është realitet. Të jesh patriot dhe ta duhash atë dheun tënd, do të thotë ta ruajsh identitetin tënd. Mos të ikësh dhe të shkrihesh dikun tjetër. Profeti Muhammed alayhis salam ishte njeriu i parë i cili e donte atë dheun e vet. Kur e largun nga Mekka, doli në një kodër dhe ku e shihte Mekën, tani po ikte, po shkonte në Medinë. U drejtua Mekës, tha, Mekja ime e dashur. Po mos të më largonin ky popull, unë asnjëherë nuk do të lej aty. Dhe kjo është dashuria për atë dheun. Kulminacioni i dashurisë për atë dheun është kur u kthye pas 8 viteve në çlirimin e saj në Mekë. Ai e çliroi atë nga dashuria, po kthehen nga dashuria për atë dheun. Kjo është patriotizmi. Nuk është patriot dikush që shkon në ndëkund pa dyshim, pa marrë parasysh shkaqet pse ka shku. Por nuk është patriot ai që ka shku dhe është tret atje. Është patriot ai i cili ka shku, ka sakrifiku, mendon edhe mund të sakrifikoj, por ama nuk është tretur. Ka ruajtur identitetin e vet. Identitetin fetar dhe kombëtar. Qoftë shqiptar ose diçka tjetër, pa marrë parasysh. Tani nuk po i them këta fjalë nga se jemi në nëntorin e 100 vjetorit. Por nëse njeriu ndalet dhe do ta kuptoj se këta fjalë janë thënë plot 1434 vite, që sot i kemi bërë 1434 vite nga kjo lëvizje që u bë. Nga kjo ditë filluan dhe të numërohen ditët e muslimanëve, viti i muslimanëve. Jo që ata nuk donin t'i numëronin edhe nga më herët, jo që ata nuk e pranonin kalendarin tjetër, por ama duke u pranuar edhe gjithë bota, edhe gjithë
shoqëritë botërore, se kjo është lëvizja më grandioze të cilën ne kemi bërë. Është ndryshimi më i madh që është bërë në histori. Të ndryshosh nga një shoqëri ku të jepet vetëm të punosh fshehurazi dhe të vish në një shoqëri tjetër ku ti do të fillosh të ndërtosh shoqërinë tënde, shtetin tënd, ligjin, do të vendosh kushtet e jetës tënde. Këtë e pranuan të gjithë dhe kjo tregon mbi madhështinë të cilën e posedon. Kurani shpalli edhe në Mekë, po vazhdoi edhe në Medinë. A vrej ndonjë ndryshim se si Allahu fuqiplot ju drejtua besimtarëve në Mekë dhe në ata në Medinë? Kurani në Mekë u shpall plot 12, më shumë se 12 vite. 12 vite, sa, 13 vite. Dhe të shohësh se surët kapitinat mekase janë më të shkurta, por kanë më tepër dinamizëm. Dhe do të shohësh se Allahu fuqiplot në kapitujt mekas, në surët mekase, shumicën e ajeteve kuranore flasin mbi besimin, mbi ditën e gjykimit, mbi respektimin e faktorit njeri, mbi vëllëzrinë fetare, mbi një shoqëri të lirë, mbi një shoqëri i cila do t'i posedoj që të gjithë të drejtat, mbi ndërtimin e diçkaje e cila është duke ju dhënë shenja, mbi ndërtimin e diçkaje e cila do t'ishte marrëdhënie objektive për të gjithë shoqëritë të jenë të lira. Kurse Allahu fuqiplot gjithashtu në periudhën mekase zbriti edhe shumë versete kuranore të cilët flisin mbi historinë apo mbi ca ndodhi të profetëve të kaluar, me qëllim që t'ju jep një qetësi shpirtërore, profetët dhe sahabët, që nuk jeni vetëm ju ata të cilët po i kaloni këta periudha, nuk jeni vetëm ju ata të cilët në këtë mënyrë, domethënë po trajtoheni, domethënë edhe ata të tjerë u trajtuan në këtë mënyrë. Gjithsej përgatiste për hijretin, përgatiste për një shpërngulje. Ta shohësh ja dha ndodhinë e Jusufit alayhi salatu wassalam, i cili jo që u shpërngul nga vendi, u shpërngul nga se më të dashurit nuk e donin. Domethënë ishin vëllezërit e tij ata të cilët e larguan, domethënë këto ndodhi. Pastaj do të shohësh se në Mekë zbriti edhe namazi, me shkuarjen në Miraç, në vitin e 8. U bë fars namazi. Por ama kur do të hudhemi në pjesën e Medinës, atë formën përfundimtare namazi e morin në Medinë. Nga se ajetet kuranore që filluan të zbrisin në Medinë më tepër ishin ajetet të cilat flisin për drejtësinë, për ligjin, për formimin e shtetit. Por nuk ishin të paktë edhe ajetet të cilat flisnin për besimin. Të paktën surja e parë e cila zbritin me të arritur në Medinë ishte surja Bekare, e cila nuk ndryshonte shumë nga surët mekase, thjesht ishte shkaku i tranzicionit, që mos jetë ai ndryshimi i madh më një herë, por të ketë një kuptim. Kurse nëse njeriu tani mundohet ta kuptojë me një rrugë shumë të thjeshtë ajetet mekase dhe medinase, nga sa Allahu xhaleshanu zgjodhi dha një koncept këtë tjetër. Nga sa atje ju fliste njerëzve të cilët dëshironte t'ua forcoj besimin në Allahun, dashurinë për profetin, të paktën i dha dhe profetit dobësi, nga sa ishte i forca 10 burra, por kishte dobësi që ta besojnë me parimet, jo me fuqinë, se dikush beson nga frika, por ta besojnë kështu siç është. Është kur Allahu fuqiplot në Kur'an ju drejtohet besimtarëve me fjalën ja ayyuhan nasu, o ju njerëz, është ajet mekas. Dhe kur Allahu fuqiplot në Kur'an thot ja ayyuhalladhina amanu, o ju të cilët keni besuar, është medinas. Pra atje po formon, atje po trajnon personalitetin e njeriut, atje po e formon individin, kurse tani këtu më është i formuar, edhe është i gatshëm të pranoj. Thonin sahabët, kur dëgjonim një ajet kuranor pranë Medinë, o ju të cilët keni besuar, tha neve pritnim që Allahu na urdhëroj për diçka dhe të na ndaloj diçka. Nga se ishim të gatshëm ta pranojmë në këtë mënyrë. Pra kjo është dallimi mes ajeteve mekase dhe medinase, apo edhe i dy periudhave të ndryshme. Njëra për formimin e individit dhe tjetra për
vendosen në praktikë të gjitha atyre parimeve të cilat ishin mësuar. Në tregoni se përse profeti Muhammed a.s. zgjodhi Medinën për t'u shpërngulur, si edhe disa mësima, po se si muslimanët mund të thithin nga ndodhia e hijretit. Muhamedi alayhi salatu wassalam, nga mendja e tij, nga ajo se si ai e kishte logjikuar, bëri shumë lëvizje. Ai shkoi në Taif. Kishte planifikuar hijretin krejt në dokun tjetër. Hijreti apo migrimi i profetit Muhammed alayhi salatu wassalam nga Mekja për në Medinë ishte dëshira e Allahut xhaleshanu. Këtë vend e kishte përcaktuar Allahu dhe këtë ja kishte treguar në një ëndër. Ëndrat e profetëve janë shpallje dhe janë të vërteta. Ai ishte ngritur në një hadith, thënie profetike, të cilën e transmeton Aisha radiallahu anha, pra gruaja e profetit, e thot një natë në Mekë po flija dhe pash një ëndër se Allahu fuqiplot ma përshkruajti vendin tek i cili do të migroje. Dhe thash është një vend me shumë hurma, përbëhet mes dy kodrave. Dhe pastaj tha e kuptuam që ajo ishte Medinja, ajo ishte Jethribi. Ashtu quheshte Jethrib, e pastaj kur shkoi pejgamberi sa në Medinë, do të thonë Medinja e ndritshme, Medinja me plot dritë. Pra qyteti i dashur i profetit Muhammed alayhi salatu wassalam, do të thonë qytetin të cilën e donte edhe vet Allahu xhaleshanu dhe vazhdon ta doj. Ky është shkaku se atje është edhe një popull më i qetë. Atje do të ketë një liri më të madhe të veprimit. Pejgamberi alayhi salatu wassalam kishte dërguar ndokend para se të shkojë ai në Medinë. Kishte dërguar Musab ibn Umerin si një ambasador të tij në Medinë, me qëllim që ai të punojë dhe ta rregulloj pak hapësirën se do të vinte profeti Allahut. Por ai nuk ishte rregulluar vetëm pak. Kur arriti profeti Muhammed alayhis salam në Medinë, Musabi doli dhe e priti dhe tha: "O i dërguari i Allahut, çdo një person në Medinë është musliman." Ai kishte arritur të depërton me islamin në çdo një familje, çdo një shtëpi në Medinë. Dhe ishte shumë e bukur, apo ishte shumë i gëzuar fakti kur muslimanët dolën, medinasit dhe mekasit dolën dhe e pritin Muhammedin alayhis salam me poezinë e njohur e cila këndohet, të shkënduar, do të vazhdoj të këndohet me Tala Albedru Alena, Agoj Hëna 14 nga i vend i miqësisë, sa të gëzuar po të presim, faleminderit Perëndis. Pra kjo është verzioni shqip tani, dhe do të shohësh se e gjithë kjo kur të ndalesh do të mundohesh të thithësh mësime. Të kuptosh, mësimi i parë është strategjia për një punë. Gjithmonë njeriu duhet të bëjë një strategji. Jo të dalë në rrugë dhe të shohë se çfarë duhet le të del. Çfarë të del le të del. Çfarë të bëhet le të bëhet. Këta njerëz nuk i don Allahu xhaleshanu. I don ata besimtarë të cilët bëjnë strategjinë, bëjnë planin, vendosin qëllime dhe objektivat e punës së tyre, e pastaj mbështeten Allahu xhaleshanu për suksesin. Por nuk e lën punën të shkojë. Nëse don Zoti le të bëhet, nëse s'don nuk bëhet. Allahu xhaleshanu këtë mbështetje nuk e don. Ishte vendosja e strategjisë, e pikave. Ishte gjetja e njeriut, i cili do të shoqërojë. Ishte përgatitja e çështjeve financiare. Ishte Abu Bekri ai i cili bleu dhe vet, përgatiti rrugën. Ishin njerëzit të cilët duhet ta mbanin sekretin dhe ajo ishte një gruaje. Dhe nëse ndokush e shef shpellën Thawr në Mekë, se sa është e vështirë të ngjitesh atje, e nga ana tjetër mundohet ta kuptoj gjendjen e Esmas, së bijës e Abu Bekrit, Zoti qoftë i kënaqur me të, se ishte në muajin e 7 të shtatzanis, do të mbeti ja kush mund ta bëj këtë? Vetëm besimi i sinqert në Allahun dhe dëshira për të sakrifikuar. Dhe kjo është guximi. Kjo është guximi. Nuk është frika. Kjo është guximi. Pastaj është me të arritur profeti alayhis salam në Medinë. I pyeti se ju tregtoni? Bëni shitbleri, tha po, e kemi një treg atje tek Çifutët. Atëre e mori një litar ku e bëri dhe tregun, ndërtoi xhamin. Vendi ku nuk ishte vetëm për të adhuruar krijuesin dhe për të rënë sejdë. Por xhamia ishte universiteti, parlamenti, aty ishin ministri,
ati ishte kuvendi, ati debatoheshte, ati këshilloheshin, ati ipshin mendimet, ati u formua Ministria e Mbrojtjes. Nga i vend Gjitha dhe shkeshin nevojshme. Çdo që ishte nevojshme u bë aty. Pastaj ishte vëllëzëria. U desht profeti Muhammed a.s. që t'i vëllëzroj muhaxhirët me ensarët, ardhacakët me vendasit. Muhaxhirët ishin Mekasit, ensarët ishin banorët e Medinës. Pastaj edhe pjesa e fundit ishte shkruajtja e kartës apo përgatitja e kartës e kushtetutës së Medinës, ku e nënshkruan të gjithë shoqëritë dhe të gjithë ishin të kënaqur që të jetojnë aty ku të drejtat janë të barabarta, të gjithë njerëzit janë të barabartë, të gjithë fetë kanë liri të veprimit, çdo njeri që i bën pa drejt ndokujt tjetër do të dënohet. Pra këtë e nënshkruajtën që të gjithë. Pra kjo ishte në një aspekt, do të thoja, shpejt, mësimet të cilët mund të miren nga kjo ndodhi kaq e madhe dhe kaq e rëndësishme në fenë islam. Po, pasi që kemi edhe disa minuta për të biseduar, do të kthehemi pak te forumi, me që se je edhe nënkryetari i forumit rinor islam, ku vite me radh për këtë vit organizoni manifestime apo aktivitete të tilla duke i stimuluar, duke i motivuar nxënësit apo studentët që të që të vazhdojnë edhe më tej me mësimet. Atëherë çfarë për këtë vit do të organizoni dhe kur do të fillojë? Forumi Rinor Islam plot 12 vite organizon manifestimin e vetëm të atij lloji. Pra manifestimin e Hijrit ku ndan çmimin Hijr. Edhe këtë vit, do të organizohet po i njëjti manifestim ku do të dekorohen studentët, nxënësit më të mirë në Republikën e Maqedonisë, disa personalitete të cilët kanë vënë theks të veçantë në çështjet fetare dhe kombëtare në gjithë ato hapësirat në të cilat haprojnë dhe veprojnë shqiptarët, kanë hapruar dhe kanë vepruar më herët. Është edhe ajo pjesa artistike që këtë vit Forumi Rinor Islam është kujdesur që t'i jep një ngjyrë kombëtare dhe fetare për hir të 100 vjetorit. Është e vërtetë se ky manifestim në një farë mënyre Forumi Rinor Islam është kujdes që t'i kushtohet 100 vjetorit të pavarësisë. Duke vlerësuar diturinë dhe duke vlerësuar të gjithë ata të cilët kanë sakrifikuar për këtë 100 vjetor, kanë sakrifikuar për flamurin shqiptar, kanë sakrifikuar për identitetin shqiptar, kanë sakrifikuar për atë vëdheun, kanë qenë patriot, pozitiv, objektiv, ata të cilët çdo gjë të vetën kanë sakrifikuar për populli i tyre të ketë lirinë të besuarit, lirinë të vepruarit, lirinë e shprehjes, lirinë për të kultivuar dhe për të menduar. Të gjithë këta do të kujdesemi që t'i dekorojmë të paktën familjarët e tyre, ata të cilët janë gjallë, ata të cilët i trashëgojnë dhe është edhe ajo pjesa artistike, që për ta bërë një natë edhe më të bukur, do të ketë këndimin e disa ilahijeve, të cilat edhe këta do të kenë një element kombëtar, fetar, do të ketë monolog, do të ketë recitale të ndryshme dhe kështu me radhë për ata të cilët do të marrin pjesë edhe do ta shohin, por një falënderim të veçantë deri te redaksioni i Gjuhës Shqipe, pra të Radio-Televizionit i Maqedonisë, se manifestimi do të jetë direkt, do të përcjellet direkt nëpërmjet Radio-Televizionit të Maqedonisë dhe këtu shfrytëzoj rastin që të gjithë atyre të cilët po na shohin, po na ndjekin, t'u uroj vitin e ri të Hijrit, vitin e ri musliman, duke lutur Allahun fuqiplot që ashtu siç ishte Hijri ndryshim për nga e mira për muslimanët e asaj kohe të cilët e realizuan Hijrin, të jetë një ndryshim nga ana pozitive dhe një migrim nga të këqija drejt të mirës, nga padituria drejt monopolit të madh të diturisë, nga pashkenca drejt shkencës dhe zbulimeve, për të gjithë muslimanët anë kënd botës, dhe njëherët, pas jemi në nëntor, dhe në nëntorin 100, të gjithë shqiptarëve anë kënd ku gjinden, ata të cilët na ndjekin, ata të cilët ndoshta do të na ndjekin, na ndëgjojnë dhe do të na ndëgjojnë, u uroj 100 vjetorin, duke lutur Allahun fuqiplot që populli shqiptar t'i jep
jetë të gjatë dhe të përjetojnë dhe të përgëzojnë edhe shumë 100 vjetore tjera në liri dhe në dashuri për njëri tjetrin. Po, unë atëherë të falenderoj pra që ishit pjesë e misionit mëngjesit ku sado pak informuam shikuesit për rëndësinë e hixhetit si dhe aktivitetet e forumit rinor. I falenderoj për ftesën dhe ju përgëzoj për emisionin dhe për studion e re. Faleminderit. Atëherë miq të dashur, pra ishte kjo biseda me të ftuarin tënd, nderuarin Hasan Baftiarin, teolog dhe nënkryetari i Forumit Rinor Islam, ku diskutuam rreth temës hixhetit. Ne do të bëjmë këtu shkëputjen e radhës ku do të vim përsëri për të përmbyllur edhe emisionin për sot.